përsërit lajmërohet. Pra, sa herë që ndodh diçka me Partinë Socialiste, po marr parasysh është Edi Rama, është Recep Majdani, është Fatos Nana, që Fatos Nana kishte imazhin më negativ të shqiptarët e Kosovës pas shkak të atij takimit me Miloševićin në Greqi, por te ky soi njerëzve gjithmonë e kanë arsyetu, ke parasysh. Pra, Ali Ahmeti e shumë të tjerë të LPK-s, siç ne i referomi, duhet i kuptojmë ata. Janë shqiptarë shumë të mirë, por nuk mund të shërohen. Por Ramushi radikal në Berizov, leni ato kopallat e jam unë i djathtë për shka. Ka atje një antar të kryesisë i cili e mbron Partinë Socialiste dhe këtyre vetëvendosjes jo thot Lesha Kuçat. Pra, këta janë komunistë vetëvendosja, kurse Partia Socialiste në Shqipëri janë të djathtë. Nuk bën t'i marrim seriozisht, duhet t'i kuptojmë. Pra, ky grup i njerëzve që janë genuin, këta nuk janë fals. Pra, ashtu mendojnë, ajo është e vërtetë atyre, e përkrahin Partinë Socialiste pa marrë parasysh, dhe i ke këta të cilët paguhen në forma të ndryshme, sidomos janë të strukturuar nëpër media. Hiçi këta. Pjesa tjetër e popullatës shqiptare në Kosovë, por edhe në Maqedoni janë kështu shpirtnisht solidarizuar me rinin e bulevardit të Tiranës, qeshi Tiranës. Dhe këtu s'ka asnjë dilemë. Zoti Tali, po e lëm Tiranën me këtë status quo për momentin, se shohim çfarë do marrë. Por ta përfundoj me dorëheqjen e tij. Ata përfundoj me dorëheqjen e tij sa aty s'u përgjigja. Është çështje kohe. Ke parasysh, këto janë ato farë, tash ti ka fillu ta tregoj nervozën e vete, sepse edhe turizmi, ashtu siç ka thënë i madhi Ali Ahmeti, do të preket, por edhe i ka akuzat nga kritikat apo presionin nga Brukseli. Kështu që zgjedhjet e parakohshme sigurisht se do të ndodhin, unë do doja që të ndodhin sa më shpejt, por me ndryshim të ligjit ekzistues, ashtu siç është njëra nga kërkesa e këtyre protestuesve. Çdo vanim është si thon kështu, i shkon në llogaritë keqe Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Do të humbin më shumë elektorat. Zoti Tali, tani për Kosovën aty s'ka ndryshuar asgjë nga ajo që ne folëm javën e kaluar, përveç faktit që nga LDK-ja u dol me një qendrim që është Abdigjiku dhe me iku emri tani i deputetit tjetër Lutfi Aziri, kandidatët për president. Nuk kemi parë diçka tjetër, KQZ-ja do zyrtarizojë në mos gaboj sot rezultatin e pritjes të ankimimeve për ta mbyllur përfundimisht procesin. Kjo tani na shtyn të shkojmë në histori tek betejë e Kosovës, që është i kthyer edhe siç e kanë qëllimin e tyre serbët, por ju me eksperiencën dhe me leximet, me njohuritë tuaja do na bëni një ndarje për shikuesit tanë mes realitetit dhe legjendës. Po, shiko, kjo betejë e Kosovës që na servohet kështu, qoftë në për këto debatet televizive, qoftë këto shkrimet në media, sepse apo gazetareske them, që unë të paktën i kam lexuar nga autor të ndryshëm shqiptar, bëjnë gara me atë narrativën e krijuar të hegemonizmit serb. Narrativa e hegemonizmit serb është temelet i ka me këtë Stojan Novakovicin dhe Miloševićin. Janë dy intelektual serb të shekullit 19, të cilët parët fillojnë ato farë legjendat popullore,
t'ja japin ngjyrën shkencore. Madje ky Milojević bën edhe dokumente false, të cilat pastaj vërtetohen për shkak të letrës. Bëhen ekzaminimet e letrës e shohin se letra është e shekullit 19, nuk është e shekullit 14. Realisht nuk ka asnjë shënim për betejën e Kosovës. Është i vetmi vend ku përmendet, është ajo letra e këtij Salutato, Caluccio Salutato, një politikan i Republikës së Firencës, i cili i shkruan një letër udhëheqësit Bosnjës, Fërkos, dhe përmendet aty shkarëzi beteja Kosovës. Dhe kjo është një 3-4 muaj, dikun ka shtatori apo tetori i vitit 1389. Vetëm vend. Pra, mbi përmendëm dokument. Me këtë fjali, diku është ngritur e gjithë kjo narrativ. Po. Jo, narrativa është ngritur mbi legjendën. Legjendët, po. Po. Pra, këto këngët epike, Xhexhe Lezalia, të llojit të Xhexhe Lezalis, për shembull, është Miloš Obiliqi si hec pa kokë me dikun kilometra si që e shpjegojnë këto këngët epike serbe. Pra, keni parasysh fantazia e mesjetës. Ashtu si që ka shumë tregime të zënë për, unë them, për Robin Hoodin. Që nuk ka ekzistu, s'ka asnjë shënim që ka ekzistu Robin Hoodi. Fantazi. Apo e kemi Wilhelm Tellin e Zisranëve. Atë që gjetën mollën mbi kokë djalit, që nuk ka ekzistu. Dallimi është ato legjenda edhe britanikët edhe anglezët edhe zisranët i pranojnë. Kurse sërbët jo, kanë krijuar një mekanizëm hegemonist. Se s'ka pas paktën betej të përmasave të cilën ata e spjegojnë. Duhet pra të futemi në ato të ashtu quajturat 5 forcat, politike, ekonomike, sociale, teknologjike, për të parë se a ka patur mundësi për një betejë të tillë. Sepse nëse nuk ka dokument të shkruar, pastaj ti duhesh ta spjegosh pse nuk ka pas, cilat kanë qenë mundësiat, edhe nëse të ketë patur ndonjë betejë ngjajshme, çfarë përmasa ka mund të me pas, ke parasysh. Unë ndëgjova një debat të zënë mes të dy historianëve, realisht një osmanologut shqiptar të Kosovës, Ilyas Regjën, edhe një historian s'pja përmend emrin, sepse sipas mendimit tim i shfut në atë narrativën si të gjithë tjerë që janë bërë kështu klishe në atë narrativën. Serbë dhe konkurojnë. Sa shqiptar kanë marrë pjesë, aty kanë marrë Muzakaj pjesë, kanë marrë pjesë Balçajt, kanë marrë pjesë kastriotët e tjerë. Domethënë e pranojnë që ka qenë një betejë e madhe, e pranojnë se ka qenë një koalicion, një aleancë krishtere, një kryzat krishtere, ku sipas tyre nga pala osmane kanë marrë pjesë 30.000 ushtarë, nga pala e koalicionit apo aleancës krishtere 20.000, 30.000, këto janë shifrat modeste. Disa shifra ky Milojević i çon edhe në 100.000, ka edhe kësi çmendurina. Ke parasysh në mesjetë, po flasim mesjetën e vënshme, shekulli 14, të gjitha evenimentet janë evidencuar. Ta zëmë, në manastirët e Kosovës, këto